18 vjet më parë, Alikama nga strelësi i Olët i Deçanit priste lajme nga Brukseli rreth fatit dhe diskutimeve për fillimin e bombardimeve të NATO-s ndaj ushtrisë serbe. Plaku 80 vjeçar thotë se asnjëherë gjatë jetës së tij nuk kishte përjetuar momente më emocionuese se atë ditë kur NATO nisi fushatën ajrore kundër caqeve ushtarake, policore e paramilitare serbe. Për të ishin emocione gëzimi dhe frike njëkohësisht. Nga njëra anë, për të po realizoi një moment i shumë pritur që Aleanca Veriatlantike ta ndihmojë çlirimin e vendit. Por nga ana tjetër, ai friksoi nga një hakmarrje forcave serbe ndaj popullsisë civile, që në fshat ishin në numër më të madh se zakonisht. Atë ditë jemi qelluar në thellë stultë, po të njëjtin fshat ku jam le rrit, ka pas popullat prej të naonëve të Kosovës. Se ish bjeshka, thoshin bjeshka strelcit, për më mujtë më deportu, më dalë në Shqipni, më lyp ilaç për shpirt, me një fjallë shkurtërit, ka pas popullat madhe. Kur qu ballone e parë që lamron që po qohen, po nëse dishim, po qysh na informojshin ka pak, te Italie, edhe po ajo dritë, po aeroplan që veç e mësyni tokën e Kosovës, më na shliru pej për një miki shumë të flisht, gëzim më të madh, krejt popullata, jo të lonë si Alepo, edhe fëmijë, edhe gra, e rob, e çka ka pas plak e i ri, gëzim më të madh për jetëmen, unë nuk di me krejt atë popull që jo konë aty. Plaku nga strelësi thotë se përvjetori i fillimin të bombardimeve duhet kremtuar nga të gjithë shqiptarët sepse sipas tij ishte fillimi i fundit të regjimit serb në Kosovë. E pam që on miki jon i lau duart sa pe bombardimeve të NATO, sa pe ushtrisë rimtare Kosovës. Dy onë, gëzim e idhnim na ka përzije pe qefit 80% kajshim, që bombardimi u fillu. Fushata ajrore e NATO-s ndaj ushtrisë serbe zgjati për 78 ditë, deri në qershor të atij viti, kur forcat serbe u larguan nga Kosova pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës.